Jo, përshëndetje shqipët e mia, mirë se erdhët te një video e re. Sot shqipët e mia nuk kena me lut kur zhë pilojave, po besoj që shumica për juve e kini pa që ka dal një fantazmë, me thonë, kisha është në Prishtinë tana, ajo normal është e bume me inteligencë artificiale, po u bo qatë shumë viral që kjo fantazma, parameno sa e famshme është bo, kjo veç pse e kam bo këto e parameno. Intereson shpët e mia, po vazhdojna me reagimin të shumë i këto. Okej. Që shqipët e mia ku i kumbo do video që shqipe. Subhanallah, fantazma e Prishtinës thot ma që shqipët e mia, po shihet që është falc vro. Po shihet që është falc a shqyqare është falc vlo. Me inteligencë artificiale e kam bo shqipe. Mos menoni që është e vërtet. Thjesht me inteligencë artificiale e kam bo që kum pasë shumica i kam besu. Që të ne për qëtë fantazmën. Fantazma në Prishtinë, mos i besoni kë është njeri i cili dëshiron të bëhet viral në rrjetet sociale. Jo, shqipët e mia, nuk është e vërtet se është njeri i vërtet, po thjesht e kam bo me inteligencë artificiale, amo qatë shumë e ka marrë famën. Hey, intereson qatë shumë e ka marrë famën shqipët e mia, së që zdi vlo. Realisht, kjo ka qenë një panik kolektive, edhe Fotoja me fantazme në rrugën e Prishtinës sociologjia, panik kolektiv. fillimisht kur ka dalë para 2 dite, nuk është se kemi pas informacione të sakta se çka konkretisht po ndodh. Disa informacione, durime jo të sigurta, thonin që është një i pastre që po i shfrytëzon disa rroba, po veshet, mirë po mënyra te kamt ishte shqetësimi dhe dyshimi më i madh. Qysh ka mundësi një njeri me ecë me kam të dhisë dhe nëse s'ka gjetë kur gjo me math, qysh ka mundësi me Po intereson shqipët e mia, s'di që kanë bo kom të dhisë, vloja kanë bo interesant. Shumisa po thonë që e kanë pa vlo këto, nuk pedi, a e kanë pa na njeri u vesh si fantazm, po me inteligencë artificiale e kanë bo që kishë është me kom të dhisë e këdishka, qëto shqipët e mia së njëm të e kuptu, ama nuk është e vërtet shqipët e mia që kësen. Jena jo praktike për rrugët. Pse je sigur ti që është inteligencë artificiale? A i mund tjetë kushdo, a i mund tjetë Milaim Zeka, a i mund tjetë Drena Bazi, a i mund tjetë, nuk e di, kush është në Kosovë, në Prishtinë. Pra a i mund tjetë kushdo, pse mendon ti që është inteligencë artificiale? Milaim Zeka nuk mund tjetë. Milaim Zeka nuk mund tjetë. Jo, Milaimi jo, faktikisht, është pak më... Atje shqipët e mia ta pishin të stokse. Drena Bazi ka flok gjata? Jo, mund të jetë Berat Burzhala, ndoshta. Jo, shumë i gjatë për të qenë Berati ky. I gjatë. Me atë palto jo, Berati. Po të ka përshtypjen se kur ka Dyshoj me shumë. toke aty. Kështu që mund të jetë ndoshta edhe ndonjë trik që të mos dallohet. Realisht, kjo ka Arrestohet fantazma Prishtinës, që shqipët e mia, kjo po shita shqyqarit që është ai. Kom vendos mi o postu e çdo portal që e kam postu e këtë rast që nuk është rren, e as më gjiku mu për këtë pjesë më thonë për rrente. E atëherë ju kisha aftu me këshyrë qëtë video bashkë me mu deri në fund. Që e këshyrën edhe vetë, gati këtë portalet e kam postu e. Po be, kum po, interesant shqipa. Të edhe vetë që unë s'kum rrejt për këtë pjesë. Unë e kum postu për të mirë t'juve. Kështu që, mos më gjikoni pa e ditë se qka po bëhet. E atëherë, ju rujtë zote për çdo të keqe, rumu për i senëve të këshia. Nuk e di shqipe, nuk e di shka mi u thonë vallaj veç, pasha Allah në shumë di qysh e frikshme vla momenti, shumë e frikshme. Fantazma e Prishtinës s'ka ardhë me lypë verësite, na. Kja. Pa dhe pa. Ekskluzive fantazma Prishtinës duke ecë rrugve. Fantazma e Prishtinës shpërthen në rrjetet sociale, por është e vërtet apo një mashtrim? Një personazh i çuditshëm me maskë të bardhë dhe këmbë dhije, i cili pretendoi se po qarkullon rrugëve të kryeqytetit, u shpërnda masivisht duke ngjallur frikë dhe kurreshtje. Por e vërteta doli shpejt në pa. Imazhi ishte i gjeneruar nga inteligjenca artificiale, ndonëse nga disa persona u besua se ishte real.
Ky rast ka ngjallur shqetësime serioze për Mille ta dezinformimin bëj në like, rrjetet save dhe sociale repost qëta. dhe rrezikun e mashtrimeve vizuale, sidomos kur përmbajtja shpërndahet pa u verifikuar. Kjo tregon se nuk duhet i besojmë gjithmonë syve tanë në internet, sepse AI mund të manipulojë realitetin Po, valla. dhe ta bëjë të duket Që kjo AI-ja çka u bo, Fantazma nuk ishte real. Andaj kujdesuni që fillimisht të verifikoni burimin e informatës. Për më shumë detaje dhe informacione të verifikuara, qëndroni në telegrafi.com. Fantazma Që një koment e kum thirë për dark. Kuku. Gjek, ndikosh në ka hinë shpejt. Prishtinalit mas jo tull fantazma. Si lugat të ka do. Mos u tët, fantazma që po shëtit në për Prishtinë është inteligjencë artificiale. Po. Reagimi në rrjetet sociale i njerëzve ka qenë i madh për një person i cili i veshur me rroba të çuditshme shihej në orët e vona të mesnatës, duke u shëtitur në për rrugët e kryeqytetit, madje thuhej se edhe i ngacmonte kalimtarët e rastit. Për njeriu fantazm mendohej se është një prank, ose si njihet kamerë msheft, ose pas kësaj që ndronte ndonjë kampanjë e marketingut përmes së cilës do të promovohej ndonjë produkt ose shërbim gjatë ditëve të ardhshme. Por e vërteta qëndron krejt ndryshe, sepse personazhi i ri që u bë top temë diskutimit gjatë vikendit të dytë të janarit të këtij viti është i krijuar nga inteligjenca artificiale. Madje kjo u kthye në diçka serioze që shtyri edhe Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës të reagonte, duke sqaruar se kjo përmbajtje është gjeneruar nga inteligjenca artificiale, duke u bërë thirrje njëherët mediave që të kenë kujdes me verifikimin e lajmeve, sidomos nëse ato shkaktojnë panik ose dezinformim në mesin e popullatës. Mos u të Pasha Allah në shqipët e mija që ke inteligenca artificiale shka është bo, pasha Allah në dhe mi besu, pasha zotin u bo dhe me i besu dodove, se di qysh ke ashtu i bo si vërtet o vladin, ashtu i bo thjeshtit vërteta, po kryon të vërteta do të menaqet inteligencën artificiale se pasha Allah. Në ditë e ka me na bo dhe ku me di që ka me bo, qysh i për mu qysh po mërmenja, me qëtë inteligencën artificiale shqipët e mija kanë me mujt me bo një dite, edhe ty bestik fare se këfërla kanë me mujt me bo me i qu njërës pivorit o vla. Veq ja shru në qatë GPT-ës qështu, ose inteligencën artificiale ja shru në qështu bëjshtën, tu qu pivorit a diqka dhe një meta na e qojnë pivorit, kështu pasha Allah në shqipët e mija shumë e kje që u bo që ke inteligencë artificiale pasha një Allah. Fantazma që u shfaq në Prishtinë gjatë mesnatës vazhdon edhe në qytete të tjera, po ashtu Fantazm Qazim Rahmani. Kujdesi ju ka fshë. Qazim Rahmani, kryetari i BDA-kës sipas dyshimeve. Fantazma e Prishtinës qytetarët të tmerruar ankohen se një person i maskuar po i ndjek natën. Jo shpët e mia, nuk është e vërtet kjo. Dhe kjo është fotografia që ke postuar dje dhe po me të vërtet E intervistoj fantazmën në Prishtinë, what? Intervistën, por që arsyeja pse e bona ishte fakti sepse dialogzon me ta dhe normalisht që Çka? sepse nëse analizojmë. Faleminderit, përshëndetje për gjithë ju, direkt nga si vepër e inkriminuar. Qytetare dhe ju thoni që edhe në të ardhmen Ku do të kalojmë një informacion sa interesant, aq edhe që sharak, nëse mund të thoja, si që po e shini këtu në foto është... Jo, se pedi që është krejt... Fantazma e Prishtinës kush është personin që po e terrorizon kryeqytetin. Që edhe në Gjilan shqipët e mija. Pikërisht që është arsye edhe në Gjilan shqipem. Ta diskutojmë sot, për shkak se ndryshe si shponijet në rrjetet sociale dhe është bërë shumë virale si fantazma e Prishtinës, po shihet gjithkund, po tash kanë filluar edhe qytetarët ta vendosin në shumë qytete, është parë në Prizren, është parë në Ferizaj, në Gjilan, ndërkohë portalet të ndryshme kanë shkruar pikërisht për këtë se edhe mund të jetë dikush që ose garanto që për të mija në njeri që u vesh me shësitesha, po me inteligencë artificiale e kanë bo ma ndrysha, po kupton. E kanë ndresh më dok ma real, që ashtu ndodhë be shqipët e mija po vanohës shumë interneti se mu ka afru shqipët e mija interneti mu krye. E kemi parë që ka vendosur në shumë qytete të për debat gjatë javës, a beson? Shumë u vanoj ka puna që kur po vike dita para se mu krye, po u vanoj ke interneti shumë po që t'ke problem. Njëjtë, dhe më thonë është njëjtë. Nese, unë jam fantazma Prishtinës. Ty bestik far ftyre e kam boj. Ka. Amo këshire shqipe. Pasha lojnë kur po afrot, kështë të afrut e kamera,
Shumë rill po dokët pasha një Allah shqipëtemia. Pasha zotin shqipëtemia shumë rill po dokët. Aj me det, aj kuku. Që? Ke për Mercedes. Knajka. Të shku mja thy kom fantazmës të rrugat. Qëre edhe kja shqipqe që të shqipëtemia po shihet ashtë i qare që është a i vlo. Që valonin mes. Gjatë ditëve të fundit, rrjetet Fantazma e Prishtinës e krijuar me AI bëhet virale në rrjetet sociale, krijon kufizon qytetarët. Sociale janë pushtuar nga një personazh i pazakontë i krijuar me inteligjencë artificiale, AI, i cili është pagëzuar nga përdoruesit me emrin Fantazma e Prishtinës. Ky personazh virtual që të hongër shipet e Burger King-i të hongër. Shfaqur me një maskë të bardhë në fytyrë dhe me këmbë dhije, duke ngjallur kurreshtje, humor dhe reagime të shumta në publik. Fal teknologjisë AI, Fantazma po paraqitet në mënyra kreative dhe shpesh qesharake, duke u vendosur virtualisht në komuna të ndryshme të vendit. Qytetar të shumtë. Fantazma që po shfaqet domethënë natën, është shumë vi e holl mes realitetit edhe ato që ka mundësi me bo AI. Kujdes shumë se video të ndryshme po qarkullojnë. Shënjestër.net Veç deshta me bo një video me shqetësimet e fundit që i kanë marrë njerëz prej Fantazmës që po shfaqet domethënë natën. Shqetësimin kryesor që e kam unë si studius edhe që mirë na dhe shpenzoj shumë kohë me kuptu inteligjencën artificiale, është që tash është shumë vi e holl mes realitetit edhe ato që ka mundësi me bo AI. Unë veçdeshta më ju apelu të gjithve, sidomos media që kanë përgjithësi shumë atë madhe se sa individet, të kenë kujdes dhe mos t'i besojnë informacionet, e të buhen prej ata, e pasaj të marrin qafë edhe një pjesë të madhe të popullit. Sot do të shkoj në Kosova today. Që po shihet e shqipëte... Gjatë në studio e këta s'po më shohin. Pa që shqipëtemia kjo po shihet që është me AI, që çfarë zoni? Kjo po shihet që është AI vlo. Zbulohet kush është Fantazma e Prishtinës, qytetarët të tmerruar ankoheshin se ai personi i maskuar po i ndjek natën. No. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, të vinte me një trup njeriu ku në fytyrë ishte zbardhët sekreti i Fantazmës në Prishtinë. Ishte në ndryshme. E shikonim në përlagje shumë luksore. E të gjithë Pro, të sheni edhe vetë që one atë lojmin që e kumë postu e më... Dini ato motra. Që, sora a ishi për shef. Që. Dilni. Fantazma e Prishtinës po lyp dhomë VIP. Që, edhe këtu po shqit që është me ai. Silent Villa Motel 24 orë. Po shqit që Shqipëtemia që është ai komplet kjo lajm. Që u bo shumë viral, u bo pasha Allahin. E lash Londrën, po se lash Londrën. Tani botrat s'pje se qëm bombën. Money everyday na bin si refreni. Që kjo jakne mju O qef edhe kë. Që kjo drëpo si ushiu. Ajo o ka bon si u tjil. O tu bo telefoni pare dhe. Fantazma e Prishtinës ka vendos me porosit e pazari i lirë. Që, me gen AI. Po flitëron, opa. Në market. Unë jam Fantazma Prishtinës e po shëto. Ka aty besik fa ftyre e. Kujdes, runi maca se jau. Ka... E arrestu në apet, po dhe po. Mësëm pët për emër zemër, mësëm pët për dhëmë. Më hyri me sy des
E vizatoj edhe neve fantazma dhe pytën për emër, e mu përgjith si kjo konga. Fantazma e Prishtinës mbrëm u fut në Burger King për të ngrënë dhe të gjithë u larguan. Kja. A më qëri Shqipe edhe kam bo foto shumë be Shqipët e mija, se e ka bo TikTokin një far update-i, tash për shembull ti në koment, mënësh me qu edhe foto, që asë si ky personja, pshef? Fantazma e Prishtinës në dasmën e Blerës. Fantazma e Prishtinës qytetarët të tmeruar ankon se një person i maskuar po ndjek natën. Jo. Fantazma e Prishtinës furnizohet në Exfis. Të e mushkjerin, po dhe, po kjo dhe kjerë pas ka pa blok. Deklarohet fantazma e Prishtinës, qytetarët e shajnë me... Opa! E mora me veti mas i ftoft. Që bosi Pikvers.ai. Po dhe po. A është e vërtet kjo video një Prishtina po është krijuar me inteligencë? Si e komentoni kjo dukuri e cila nuk ka ndodhur më parë në Kosovë? Ai është o bablak, ai është. Që në Prishtina mall pas ka shku. I pastroj gjoma të pse i tham jo. Fantazma nga rruga C, që të ecë me biciklo dhe këtë farë uniformën e policit, asë di qka koka. Destinacioni i vërtet i fantazmës, pur parfum. Jo, që Neptun, që të Albi Mal në Gjilanej, a? Ja, të Neptuni të Central Parki. Ik prej Prishtinës se më kanë lodhë. Qërë sa fort i pibon inteligencë artificiale më blok. Fantazma në Prishtinë dhe në Prizren në Kosovë ka dalur, nuk e din shka kom bro pa maskës. Fantazma ishte lodhë në këm tash bëshqiet me trotinet rota. Ani që dhun besoj që u konë në zonë shatëmëtor si ju që po besonin fantazmat Prishtinës. Që të e ndrejsh rrymën. Qere, edhe kjo me aji është. Nëse shqipët e mija që kjo ke një video për këtë fantazmë, po thuhet se kinë se fantazma e Prishtinës, po mos i besoni shqipët e mija këtë në seneve se thjesht është ndresht me inteligencë artificiale. Ju shqipët e mija besoj se kjo video ju ka pëlqy edhe e di që ju ka pëlqy se qëto video që si reagi me vlogat që sene, po i pëlqeni ma shumë. Kështu që shqipët e mija mos harroni me bo like, share, comment dhe subscribe, edhe mos ju besoni shumë që të ne fjallëve që po thoi një fantazma në qytet janë në ekmina se nuk është të vërtet as pak, është thjesht inteligencë artificiale ose AI, shkort, shijem video në tjetër, busqesh një gjithmonë edhe natën e mirë.